Tim, do më thënë i bie. Kështu flitet, domethënë unë nuk jam i sigurt se nuk merren me këto. Unë kam botuar një monografi, është e vetmja në gjuhën shqipe, kam botuar që në vitin 2009 më duket, të shkruar nga ish ambasadori britanik në Rusi, Peter Traskot, e ka ky është dhe ëndër rus ky, ka marrë vajzën e një deputeti të Dumës ruse të asaj kohe, kur ka qenë në Rusi, dhe ka bërë një vëzhgim të Putinit në mënyrë të panshme, do të thoja unë, dhe është përpjekur ta trajtoj me transparencë, dhe është i vetmja monografi në gjuhën shqipe për Putinin, dhe aty tregohet, me sa e mbaj mend unë, se u bë 18 vjet, gati 17 vjet që e kam redaktuar, në faqet e para tregon origjinën e Putinit, dhe aty flet deri ke gjyshit e tij që në kohën pas revolucionit të tetorit kanë qenë guzhinjer, ka qenë gjyshi i Nadezhda Konstantinovna Krupskaja, grua së Leninit, dhe babai vet ka luftuar në Shën Petersburg, ku Shën Petersburgu ka qenë i rrethuar nga gjermanët për disa vjet, dhe tregon se si kanë vuajtur në mënyrë të tmerrshme për ushqime, se si kanë ngrënë lëvoret e pemëve, se si kanë ngrënë gjithë macet dhe qentë që ishin në Shën Petersburg për shkak të urisë të madhe, dhe tregon se si sa po vdiste një njeri, u kthyen në kanibal njerëzit, sa po vdiste një njeri në rrugë nga mungesa e ushqimit, e rëmbenin dhe hanin. Gjërat të tmerrshme kanë ndodhur gjatë rrethimit Stalingradit, dhe aty ka qenë dhe babai i Putinit, i cili ka luftuar kundër gjermanëve, ushtrisë gjermane që i kishte rrethuar. Këto mbaj mend unë nga monografia e tij, nuk kam pikasur ndonjë gjë të thotë autori, ndoshta në atë kohë si kanë ditur gjëra.